Pasojat e përmbytjeve të lumit Vjas në fshatin Kashisht pas tërheqjes së ujrave janë tepër të mëdha. Më të prekurit janë kultivuesit e luleshtrydheve, të cilët përllogarisin dëme në miliona lek. Kreshni Kapaj edhe Genti Halilaj, përkatësisht me 4 dhe 7 dynym sera të kultivuara me luleshtrydhe, janë në fazën e larjes së tyre, pasi janë të mbuluara nga balta. Përmbytje të tilla nuk i kemi parë që nga viti 1971, thon ata, ndërsa pohojnë se askush nuk ka dalë në terren për të verifikuar dëmet. Ata kërkojnë një zëri dëmshpërblim nga shteti, pasi në të kundërt janë drejt falimentimit. Herë parë ishte po përmbytemi këtu. Demi është shumë i madh. Lumi ka vajtur 1 metër mbi serë. Tani kërkoj një ndihmë nga shteti, nuk e di si do vej puna. Është mbi 20 milion lek demi këtu. Tani shpresoj na ndihmojnë ata. Nuk e di çfarë të them. Po laj kam 4 ditë, nuk e kam mbaruar, janë 4 dylym. Unë jam i dëmtori, janë 2-3 tjerë, tu në fshatin ton, Kashisht, kërkojnë ndihmën e shtetit. Problemi është se as na ka ardhur njeri për dëmshpërblime, as të shikoj se ç'a dëmi u bë dhe asnjë. Të gjithë erdhën derisa doli lumi. Pas lumit nuk u duk asnjëri. Problematika na ngelet vetëm se ne na vin ujë poshti dhe ngelet vetëm ura në autostradën Levan Vlorë. Ose dhe argjinaturat që kanë bërë këta zotrinj, se ato argjinaturat ngushtojnë njëri, ngushtojnë tjetri, ku do vej uji? Era parë që përmbyteni? Jemi përmbytur dhe 2021-shin, gjë që edhe ju keni qenë këtuja, dhe asin dëmshpërblim dhe atëhere dhe as sot. Dhe është gjyna. Sot kërkojmë të kishin ardhur të bëjnë vlerësimin e dëmeve, siç bëjnë në tërë botën. Ndërkohë kryeplaku i fshatit Kashisht, Ramadan Kapaj, pohon se dëmet e përllogaritura deri tani janë 50 hektar tokë bujqësore e kultivuar, kryesisht me grur, bazë ushqimore baktive të 18 fermerëve dhe dëme shumë të mëdha përllogariten në serat e luleshtrydheve. Përballë kësaj situate, ai u ka bërë apel institucioneve përgjegjëse të dalin në terren për të konstatuar bilancin e dëmeve dhe njëherazi për dëmshpërblime. Ky lum që ka dalë këtë vit në 2026 është pothuajse i barabartë me lumin e vitit 71, i cili përmbyti gjithë fshatin. Koti verifikoi me një verifikimi të përmbytjes, këtu janë përmbytur rreth 50 hektar tokë. Këto janë të mbjella me të ndryshme, kemi sera të përmbytura, kemi grur dhe bazë ushqimore. Tani kërkojmë nga ana e shtetit, i bëjmë thirrje të vinë të verifikohen dhe të jepet një shpërblim për ta, mbasi kanë hedhur një sasi të madhe lekësh që u del jashtë përdorimit. Fermerët fajsojnë për situatën ndërtimin pa kriter të argjinaturave dhe ngushtimin e shtratit të lumit në urën e autostradës Fier Vlorë.